は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のバジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンShumë vite më parë, magjistari I madh Eno Ozuno solli në jetë një shpirt mbrojtës të fuqishëm të quajtur Zenki. Ozuno e përdori të madhin Zenki për të mbrojtur botën nga krijesat djallëzore. Tani që kërcënimi I të keqes paraqitet edhe një herë, I pamposhturi Zenki ringjallet përsëri. Golem, nëse ke diçka për të thënë, gjitho dhe thoje. Jo, nuk kam. Gënjeshtar, mos vallë ti batallesh me mua apo jo? Ase I ke harruar dështimet që ke psuar ti vetë. Çfarë the? Mbyllë gojen. Ajo që duhet të bëjmë është të zhdukim me një herë atë engjëll mbrojtës të mërzitshëm. Bi të Karumës. Ju duhet të vazhdoni përpara. Ndërsa ti, Gulen. Unë, Gulen, të premtoj ty që kam për t'ja dalë mbankë kësaj here. Miru pafshim. Mirë se erdhe! Faleminderit që më ftove. Unë kam ardhur te tempulli yt për të pyetur për disa gjëra. Sigurisht! Unë quhem Kitahara. Jam mësues I historisë folklorike në universitet. Oh, një mësues nga universiteti, Dhe që mund të bëjmë ne për ty? Po, kjo ka ardhur kohët e fundit në pronën time. Është një shkrim antik nga koha e Kamakurës. Sipas këtij teksti, shumë kohë më parë, disa ushtarë të fisit të Heikëve u aratisën nga familja Genji pasi ishin mundur dhe u larguan drejt fshatit të Engjëllit Mbrojtës. A e kuptova. Siç mund ta dini, ushtarët e aratisur vazhdonin që t'i ndiqnin nga pas dhe vetëm disa prej tyre arritën të mbijetonin. Mali Mbrojtës është I vetmi vend që ata mund të jenë fshehur. Ky është përfundimi që kam arritur të nxjerr. Kam dëgjuar që Eno Shrine jeton aty prej shekujsh. Dhe mendova se mos ndoshta ju keni ndonjë send artizanal që lidhet me periudhën historike të samurajit, që t'ja jepni borxh universitetit për të bërë disa vëzhgime. Qyshe, nuk më kujtohet nëse periudha e Kamakurës është përpara apo pas periudhës së Murumachit. Qa ki përpara? Do ta kishe ditur këtë, po të kishe mësuar më shumë në histori si që të kam thënë unë. Po ti e di që mësimet janë shumë të mërzitshme. Pra, mendoni se mund të më ndihmoni? Më vjen keq, profesor, por kjo është hera e parë që unë dëgjoj për këtë legjend. Mirë atëherë miq. Ju kërkoj falje që ju shqetësova. Nuk isha ndërmend ju humbisja kohë. Mendoj se duhet të shkoj dhe të bëj një shëtitje nga Mali Mbrojtës. Na vjen shumë keq që nuk patëm mundësi të të ndihmonim. Ky është vendi. Këtu sipër. Këtu
Këtu sipër. Ç'është ky se? Bua po më thret vallë? Këtu sipër. Më lejo të dalë. Këtu? Mos është kjo gjë? Çfarë është kjo gjë? Më lejo të dalë. Më lejo të dalë. Më lejo të dalë. Më lejo të dalë. Më duhet që të marrë trupin tënd hua për pak kohë. Çaki! Çaki! Ke nevojë për ndonjë gjë? Sigurisht që kam, prandaj po të thëras. Nxito tani dhe dil nga banja. Nuk mendon se është e çuditshme? Çfarë po bën këtu ajo? Ej, çfarë po bën aty ti, Çaki? Ej, pra po hati? Yukaj! Gulen dhe profesor Kitahara po të presin në malin mbrojtës. Gjarë pri po flet! Ky është një përbindësh tjetër. Mo të rënzitom, bëj diçka! Po, më kujtohet tani. Huna buna hi skale, huna buna li skale, huna buna la. Yukaj, nxito, ne do të shkojmë te mali mbrojtës. Jo vetëm që më zë frymën, por tani në mes të natës unë duhet të shkoj të ngjitem në malë. Është të tmerrshme ti je i moshuar. Po ndjej diçka. Besoj se nuk kemi zgjedhje tjetër veç se të ndjekim atë. Nëse kjo do të thotë që unë duhet të ha farat e ligësisë, unë do të shkoj gjithandej. Një pentagram. Ke të drejtë. Çaki, ki kujdes. Unë ndjej ligësi në ajër. Diçka është duke ardhur e ndjej. Është shumë pranë nesh. Për çfarë po shqetësoheni? Që nga zoti Kitahara? Është fara e ligësisë. Kush vallë jeni ju atje? Keni ardhur për mua? Jeni nga fisi Genji? Keni ardhur për të na vrarë, apo jo?
Mos është që pjesë e kurtit që ka ngritur Gulen. Bëuni gati, unë kam ardhur për t'ju shtukur, a? Farat e ligësis, po vdes nga uria tani! Jukaj! Jam mirë, motër, mos u shqetëso, do të merrem unë me këtë. Mendon se nuk mund të ta thyej këtë gjë? S'mendon për të shtëpijet e mia të veçanta? Si mendon? As janë të fuqishme? Unë kam për të shtukur. Ti budalla! Dikush duhet ta heqi qafe, ai është shumë i fuqishëm për mua. Çaki, ky është ndryshe nga farat e tjera të ligësisë. Ma lini mua të mere me këtë. Si e ke emrin dhe më thuaj me kë ke ardhur? Unë jam samuraj, plotfuqishëm Saburo Keiji. Mos je ndonjë samuraj nga pasardhësit e Heikve. Po, ashtu jam. Mos u nxito shumë, samuraj. Ky gjithë është një kur që ka ngritur Gulen i keq. Ai po të përdor ty. Qapa! Keni kujdes, padyshim që ky nuk është profesor Kitahara. Unë dua të rithemeloj familjen e Heikve. Do t'i vras të gjithë ata që më zënë rrugën. A e kupton se çfarë je duke thënë? A e di se sa sheku i ka ngaluar që kur ti ke vdekur? A? 800 vjet. Faleminderit gjyshe Saki. 800 vjet. A nuk e di që armiku yt Genji është katruar para shumë kohësh? E kuptove? A? Po gënje! Çfarë? Zenki, bëu gati! Unë tani e zgjoj Angjëllin Mbrojtës, i çliroj fjalët magjike me shpatën sekrete. Sulmi hapur! Sulmi hapur! Forcat e natyrshme e ringjallën Zenki! Mbrojtësi Zenki është ringjallur përsëri. Përbindesh, ju mendoni se mua do të më hajë përbindesh? Eja pra atëherë. Ti ndalove shpatën time? Ti që ishe i pathyeshëm. Pra do me thënë ti po më fyel përbindesh. Unë kam ardhur që të marrë hakun e njerëzve të mi dhe të ndërtoj perandorin tonë. Kjo s'ka të bëj fare me mua, pse nuk e mbyll më mirë atë gojë dhe t'i japin fund një herë mirë për gjithmonë. Ma merr mendje se një përbindesh nuk arrin kur të kuptoj zemrën e një njeriu. Kjo pamje re që nga shumë flakruese. Është transformuar 2 herë, si është pushtuar nga djalli. Jo vetëm nga shpirti samurajt, por edhe nga farat e ligësisë gjithashtu. Si ka mundësi që të ndodhi kjo gjë në të njëjtën kohë? Më duket shumë e çuditshme. Jam më se sigur që përgjigja këtu është. Çfarë është? Që farat e ligësisë kanë pushtuar samurajin e fisit të Heikve shumë vite më parë. Por pse? Ti s'përbindesh!
frikësh, nuk të mjaftojnë dy duar? Senki! Ne, pasardhësit e fisit të hejkëve, u mundëm dhe vrapuam për në cepat më të largë të vendit. Ishte një urdhër për t'u larguar nga pasardhësit e Gengjit. Kështu i që ne siguruam farat e ligësis. Nëse do t'i kishim farat, do të mund t'i shkadronim pasardhësit e Gengjit. Të paktën shtu mendonim. Por gjërat nuk shkuan si që donim ne. Shumica prej nesh u konsumua nga farat. Sa e frikshme! Dhe tani, unë duhet të marrë hakun e burrave të mi. Hakun e burrave të mi që janë vrarë. E shikon tani se sa të këqija janë farat. Gulen! Më në fund e nëzore fytyrën. Një armiqësi që ishte groposur thellë në tokë për më shumë se 300 vjet, po çlirohet më në fund nga farat e ligësisë. Një prallë e lasht, pra po e lë në balë të mbrojtësin tënd? Mjafton. Ule shpatën poshtë, Keiji. Kush është ky? Si guxon Keiji, çfarë të duket vetja ty? Si mundet ta bësh këtë? Erdhi dhe momenti. Ky është fundi yt, Shaki. Ti tani më shpëtove jetën. S'mund ta besoj që është kaq i çmendur sa vrau njerëzit e vet. Nuk arrit ta kuptoj. S'dish të them. Mbase nga që ai ka vdekur tashmë. Profesor Kitahara! Oh, Profesor Kitahara! Qyshe Saki? O, Çaki, ti s'ke pse të shqetësohesh për këtë. Tani duhet ta kuptosh se kush janë njerëzit e mirë dhe kush janë njerëzit e këqinj. Dhe Profesor Kitahara nuk është njeri i keq. Qyshe Saki? Më fal. Duhet ta mësosh këtë mësim. Keiji. S'më besohet, ti akoma këtu. Keiji. Akoma nuk unë gope ti aty? Prit një sekond, Zenki. Çdo gjë në rregull. Unë nuk e ndjej më aromën e ligësisë. Mos u shqetëso. Çdo gjë mbaroi tani. Do me thënë jeti. Unë jam samuraj Shichiro Tucha Tadamasa. Kam qenë një samuraj i fisit të hejkëve. Të mendosh se kanë kaluar më tepër se 800 vjet që atëherë. Unë kam parë shumë dhimbje dhe vuajtje në këtë vend të largët. Dhe në të vërtet, unë jam ai që mori urdhrin për të zhdukur përgjithmonë farat e ligësisë. Çfarë? Një nga një, unë pash se si burrat e fisit tim u vran nga farat e liga. Unë thjesht nuk isha zgjidhje tjetër, pastaj vrava njerëzit e mi për të zhdukur farat e ligësisë. Pra, unë jam personi që zbuloj farat. Ju kërkoj falje. Keiji, le të shkojmë në botën tjetër. Duket që Gengjit nuk ekzistojnë më këtu.
dhimbshme që është. Gjithë këto vite dhe njerëzit nuk kanë ndryshuar fare, vazhdojnë të vrasin njëri tjetrin. Gjithsesi,